E na dim vëllezër se imani, është definicioni e Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, imani shtohet edhe paksohet. Shtohet derisa bëhet samalet, edhe paksohet, edhe dobësohet derisa njeri mundet me kalu, nuk mbetet kurrë më prej tij dhe njeri kalon kufër pastaj. Pra imani nuk është diçka e ngurtë vëllezër. Nuk mundesh me kanë gjithmonë me një gjendje. Pra ose ki me e shtu imanin ton, ose Allahu na ruaj me imanin, nëse nuk e shton këmë të paksu. Pra për kujdesit ton ndaj imanit është që ti mu largu nga çdo gjë e cila ta dobëson imanin. E cilat janë ato gjëra vëllezër që ta dobësojnë imanin ton, në Allahun subhanahu wa taala mundemi me i kategorizu vëllezër në dy kategori kryesore. Kemi vëllezër faktor të mbrëmshëm edhe kemi faktor të jashtëm, që ndikojnë në dobësinë e imanit secilit prej neve. Prej faktorëve të mbrëmshëm vëllezër është shpirti jonë që e kemi brenda trupit. E që është an-nafsul ammaratu bisu, shpirti i cili të urdhron shumë për keq. Ky shpirt vëllezër nuk është i tillë që ta don të mirën. E dim lutjen që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mbrohemi me Allahun, pra lutim Allah të na mbrojë nga të këqijat e shpirtrave tanë dhe nga të këqijat e veprave tona. Pra shpirti nuk ta don të mirën, ai domthon anon nga rahatia, komoditeti, moskryrja e obligimeve, rënja në harame, nuk don, do thotë nuk e don seriozitetin ton. Andaj, nëse nuk ruhesh prej tij, ai komo ta dobësum do ndikon te ti edhe dobësohet imani. Andaj çfarë ka nevojë si trajtohet kjo, duhet me luftu vëllezër nefsin ton, veten tonë. Me dhan mund të madh, me emposh domethënë atë nefsin ton. Edhe me detyru me zor derisa të mësohet që me kanë i bindun ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shkan thënë disa prej bezave të parë të Islamit, vëllezër, jahidu ahwaakum kama tujahiduna aduwakum, ka thënë luftoni epshet, dëshirat tuaja ashtu si që luftoni armikun. Po ashtu vëllezër prej faktorëve tjerë të mbrëmshëm është edhe shkujdesja. Kur njeri tregon i shkujdesur në raport me atë që ka obligim, shkujdesur në raport me gjërat që Allahu ja ka bërë haram, kur ja kthen shpinën në festë Allahu subhanahu wa taala, do nuk mëson për fenë e Allahut, nuk e praktikon fenë e Allahut. Gjitha këto vëllezër ndikojnë që me tu dobësu imani. Pastaj i kemi vëllezër faktorët e jashtëm. E faktorët e jashtëm do të këta që ndikojnë me tu dobësu imani, edhe këta janë po aq të rrezikshëm sa ata të mbrëmshëm. E në krye tyre është shejtani mallkum. Pa shejtani vëllezër vazhdimisht tonë çka cyt, edhe vazhdimisht sulmon, edhe vazhdimisht thin vezvese. Për çka? Për çfarë qëllimi? Që me ta dobësu imanin ton. Mos me ta lanë çka imanin ashtu siç duhet, siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe për shkaqeve tjera të jashtme, faktorëve të jashtme janë edhe shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe ndikon që me tu dobësu shumë iman. Andaj njeri i cili dëshiron me erujt imanin e vet, duhet me pas kujdes shumë me kon porrin, edhe me i zgjedh shokët e vet. Shahuz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalilihi." Njeriu është në fenë e shokut vet. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Adan secili për ju le ta shikoj mirë se kënd po e merr për shok. Po ashtu për shkaqeve tjera dhe të jashtme, faktorëve të jashtme është edhe dunjaja, me bukuritë e saj, zbukurimet e saj, stolitë e saj, heshitë e saj, epshët e saj, joshjet e saj, me cilat i mashtron njerëzit. Edhe bën që njeriu të më dobësu imani. Andaj vëllezër, patjetër duhet kemi kujdes nga këta faktor, në mënyrë që të mos na dobësohet edhe paksohet imani jon Allahun subhanahu wa taala, dhe njeri vëllezër nuk duhet me rreziku fenë e vet, imanin e vet, tauhidin e vet. To janë gjanat më të çmueshme që ti posedon. Çdo gjë që shkon nga jeta e kësaj bote vëllezër mundet mu kompenzu, mirë po nëse të shkon imani, Allahu na ruaj. Me çka kimë kompenzu imanin Allahun subhanahu wa taala? Me çka kimë zaventu? Po duhet me rujt vëllezër imanin ton, mos me ekspozu ndaj rreziqeve, ndaj gjanave që ta dobësojnë. Shkon edhe njeri i cili shoqërohet me shokë të këqij,
zhytet në nepshet e kësaj bote, në gjana që e largojnë nga Allahu subhanahu wa taala, nga përmendja e Allahut, nga namazi, nga leximi i Kur'anit. Pastaj shkon edhe i dëgjon të bën çytjet e djallit shejtanit mallkum. Bën gjana që të ja dobësojnë imanin, e dëshiron që me gjithë ta imani i tij me kanë rregull, e mos me kanë i dobësum, kjo është e pamundshme. Nuk mundesh, është e pamundshme. Kjo është e kundërta për asaj që na ka urdhëruar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me erujt dhe diçka fen ton edhe imanin ton.